për Evropë dhe punë të jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, ku është takuar me krerët më të lartë të shtetit. Gjatë kësaj vizite, ajo është pritur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani. Osmani duke e falendëruar për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë Shqipëria për Kosovën. Ajo ka thënë se këto dy vende mbeten më të forta kur veprojnë së bashku për interesat shtetërore, paqen dhe për një të ardhme më të sigurt në rajon dhe më gjerë. Presidentja Osmani dhe ministrja Spiropali, ndër të tjera, diskutuan edhe për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Shqipërisë si antare themeluese të Portit të Paqes, duke vlerësuar se kjo platformë ofron të dy vendet edhe më shumë me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët strategjik global. Spiropali është pritur gjithashtu nga kryeparlamentarja kosovare Albolena Agjiu, ku theksua se bashkëpunimi dhe përkraja e ndërsjellë mbeten qendrore për zhvillimin tonë të përbashkët dhe për mirëqenien e qytetarëve tanë. Edhe kryeministri Albin Kurti priti në takim ministrën Spiropali. Në takim përveç tjera shu theksua rëndësia e projekteve strategjike infrastrukturore, në veçanti hekurrudha Gjakov-Shkodër, e cila do të jetë prioritet i këtij mandati me synim që punimet për ndërtimin e saj të fillojnë sa më parë. Po ashtu theksua nevoja për vazhdimin e mbledhjeve të përbashkëta ndërqeveritare, me synim që një e tillë të organizohet gjatë vitit 2026. U diskutua gjithashtu për koordinimin e politikës jashtme dhe mbështetjen e ndërsjellë në organizata dhe forume ndërkombëtare, si dhe për forcimin e bashkëpunimit lidhur me diasporën shqiptare, veçanërisht në promovimin e gjuhës dhe kulturës tek gjeneratat e reja. Ndërkohë në takim me homologën e saj zëvendëskryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njufca, ky i fundit e falenderoi Shqipërinë për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë Kosovën në të gjitha periudhat. Në konferencën për media pas takimit, Njufca u shpreh bindur se koordinimi mes dy shteteve do ta fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Ai theksoi se ardhmja e Kosovës dhe e Shqipërisë do të jenë të lidhura përgjithmonë. Jam i bindur se koordinimi ynë do ta fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim, edhe në Këshillin e Evropës, edhe për parafrimin ton dhe antarësimin ton drejt të NATO-s dhe në organizata tjera të rëndësishme ndërkombëtare. Sa më i fortë që të jetë koordinimi ynë, aq më e sigurt do të jetë rruga jon drejt bashkimit evropian. Dhe unë e përgëzoj në këtë rast Republikën e Shqipërisë për këta hapa gjigant që i ka bërë sa i përket integrimeve evropiane. Spiropali deklaroi se Kosova mbetet prioritet absolut i politikës së jashtme shqiptare, duke theksuar se për Shqipërinë, Kosova nuk është një zgjedhje protokolli, por një zgjedhje historie dhe një deklarim i qartë i prioritetit kombëtar. Kosova meriton statusin e vendit kandidat pa standarde të dyfishta, tha ajo. Viti 2026 duhet jetë momenti i konsolidimit të plot të subjektivitetit të saj ndërkombëtar dhe i mbylljes përfundimtare të çdo paqartësie historike për vendin e saj në Europë. Ne nuk po ndërtojmë një marrëdhënie nga e para, sigurisht, ne po forcojmë një bosht kombëtar. Spiropali foli edhe për ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që po mbahen në Hag. Emrat e tyre janë të njohur për çdo qytetar të Kosovës. Ata janë figura që përfaqësojnë një kapitull të caktuar të historisë tonë të rezistencës. Ne nuk ndërhyjmë në proces dhe nuk paragjykojmë asnjë vendim gjyqësor, por kemi detyrimin moral dhe historik të themi qartë se drejtësia duhet të jetë drejtësie plot, pa shkelje të standardeve ndërkombëtare ligjore. Këtyre takimeve u ka paraprir një vizitë e Spiropalit në kompleksin memorial të familjes Adem Jashari në Prekaz, ku ajo bëri homazhe në nderim të sakrificës së familjes Jashari dhe të rëndëve për lirinë e Kosovës.